Përshëndetje Jeta Shef. Jam SB. Dua t'u tregoj gjithë shqiptarëve se si Odeta Dume Mandro e Report TV bëri teatr me hallin tim. Para disa muesh kam kontaktuar Odetën për një altimin personal dhe gjëja që i kam thënë e para ka qenë mos ma bëj publike, sepse çështja është shumë delikate. Dhe më ka thënë jo në asnjë mënyrë, do gjejmë zgjidhje tjetër. Në kusht më ka marrë me videokamerë dhe më thoshte, rregulloje kamerën kështu, rregulloje ashtu. Aty më lindën ndryshimet. I thash Odeta, jemi në transmetim, sepse ishte një procedurë që unë se njihja te WhatsApp-i. Tha jo, tha. Edhe mirë, fola unë ja qava hallin ashtu si ishte, qava e nuk e di çfarë the. Sa mbylla telefonin, mora një shoqen time, i thash unë kështu kam fol me kamerë me Odetën. Tha mu tha çka ke bë më, i tha se Odeta ty do të nxjerrë tha në televizor tani. I thash unë s'ka shans, i thash. Odeta më ka thonë që jo, po do të nxjerrim, tha mu, ma je men. Para 3-4 ditëve merr kjo shoqja në telefon, mu thot më kanë ardhur mesazhe nga Amerika, thot që të kanë pa në televizor. Te Odeta Dume. Me besoni, më shem bota mi kokë. Kam 4 ditë që unë s'has pis flej, vetëm qaj. I lutem Odeta Dumes publikisht, ta heqi urgjent videon time. Dhe i premtoj Odetës që unë do ta ndjek ligjërisht deri në fund, derisa të ndalë e drejta, sepse unë nuk e kam autorizuar atë zonjë të ma bëj publike çështjen time. Ju faleminderit.